Audhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Të dashur teleshikues, duke marrë ajetin e parë të cilën Allahu Dhul Xhelal e bëni obligim muajin e Ramazanit dhe agjërimin e Ramazanit, Allahu Dhul Xhelal na thot kështu: Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju që keni besuar, u është bërë obligim muaji i Ramazanit, ashtu siç ishte obligim dhe farz për popujt të cilët ishin para jush. Mirë, por në pjesën e fundit të ajetit të Kuranit, Allahu Dhul Xhelal thot kështu: la'allakum tattaqun, që ju të bëhit të devotshëm. Fjala devotshmëri do thot njeriu të abstenoj nga disa gjëra të cilat janë të ndalueshme. Fjala devotshmëri do thot që në vetvete ta kesh një disiplinë. Muaji Ramazanit është një disiplinë në vete. Duke u nis nga disiplina e parë të cilën na si besimtarë kemi, është abstenimi jon nga syfyri e deri në iftar. Jashtë Ramazanit na gjithmonë jetën e kena në një katrahur të ndryshme, në një problematik të ndryshme, kurse muaji Ramazanit na kthen në një disiplinë të cilën mund ta edukojmë veten tonë edhe ta ndryshojmë veten tonë. Në Ramazan ne veten tonë edukojmë ndryshe, sepse jashtë Ramazanit na nuk mlidhemi me familjarët tonë, jashtë Ramazanit na nuk mlidhemi me shoqërinë tonë, shkaku se kemi obligime dhe farze tjera, ndërsa në muajin e Ramazanit na bashkërisht me vëllezërit tonë e bëjna një disiplinë në vete, duke abstenu edhe duke u bashku me ato. Kurse adhurimi i dytë të cilën mund ta quajmë si disiplinë e muajit të Ramazanit është edhe adhurimi i Allahut Dhul Xhelal, si falja e namazeve, si adhurimi edhe falja e namazeve të teravive, edhe kjo neve na jep një disiplinë ndryshe, duke u bashkuar dhe unifikuar me vëllezërit tonë dhe duke bë aktivitete të cilën i bëjna bashkërisht gjatë muajit të Ramazanit. Dashur vëllezër të nderuara motra, Ramazani është një muaj i unifikimit, një muaj i disiplinës. Dhashtë Allahu Dhul Xhelal, inshallah, adhurimet tona, duat tona, ibadetet tona dhe lutjet tona, Allahu Dhul Xhelal na pranon dhe na bën prej atyre të cilët Allahu Dhul Xhelal do thojë ju jeni të shpëtuar. Selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh.